Bazuar në samësi për Asambleja e Përgjithshme e Shoqatës Rajonale të Futbollit Elbasan e datës 6/1/2026, duhet të ketë 32 delegatë, për të cilëve, siç tham, janë të pranishëm 32 delegatë dhe Asambleja mund të vijojë normalisht punimet. Faleminderit dhe punimet të mbarë Asamblesë. Të nderuar anëtarë të Shoqatës Rajonale të Futbollit Elbasan, të nderuar të ftuar, gjatë periudhës së fundit, Shoqata Rajonale e Futbollit Elbasan ka përjetuar një etapë të jashtëzakonshme zhvillimi, duke shënuar ndër vitet me prioritet dhe dinamik të saj. Këto arritje janë dëshmi e përkushtimit, bashkëpunimit dhe vizionit të përbashkët që na ka udhëhequr drejt standardeve më të larta të organizimit dhe profesionalizmit. Së pari duhet të falenderoj çdo njeri për jush për besimin dhe mbështetjen që më dha duke më regjistruar si kryetar të Shoqatës Rajonale të Futbollit Elbasan. Ky është një moment i rëndësishëm për mua dhe për të gjithë komunitetin e futbollit në rajon. Ky mandat nuk është vetëm një përgjegjësi e madhe, por dhe një mundësi për të kontribuar në zhvillimin dhe përpunimin e futbollit në rajonin tonë. Unë e kuptoj rëndësinë e këtij posti dhe do të angazhohem të sjell përmirësime dhe për të punuar në mënyrë transparente dhe të hapur me të gjithë klubet dhe anëtarët. Kam besim të plotë që së bashku do të mund të përballojmë sfidat dhe do të arrijmë objektivat tona, do vazhdojmë të punojmë për zhvillimin e futbollit, për mbështetjen, për klubet tona dhe për krijimin e mundësive të reja për talent të ri. Gjithashtu do të falenderoj Komisionin e Verifikimit dhe çdo anëtar tjetër të shoqatës për angazhimet dhe përkushtimin që kanë treguar për këtë proces zgjedhor.